secili prej rasteve është në hetim të inspektoratit në këtë rast, dhe kush është përgjegjës, po ne definitivisht janë kompanitë përgjegjëse. Secili prej rasteve që ne i kemi pa deri tash, sepse unë kam lypur raport prej rasteve që kanë ndodhur, janë për shkak mungesave të skeleve, për shkak mungesave të helmetës dhe pajisjeve tjera të trupit, dhe raste të tilla të pakujdesisë për shkak mungesës së pajisjeve bazë që duhet mi pas një punëtor ose një kompani kur të punon në ndërtimtari. Domethënë nuk janë raste të pakujdesisë së qytetarit, në këtë rast punëtorit, po të pakujdesisë së punëdhënësit. Domethënë që nuk ka arrit një asiguru pajisjet e nevojshme. Dhe kur flasim për njerëz, këto numrat është mirë me u verifiku edhe nga sindikatat, edhe nga mediat, edhe nga ne, para se me u bo të tilla publike me konsideroj unë me raste caktuar tendencioze, sepse nuk kanë qenë një numër i tillë në të vdekjeve në vend të punës, s'po jo të vendeve të punës janë të akredituara, të licencuara, të regjistruara. Nuk ka të bëjë vetëm me vitin 2006, po vendimi ka të bëjë edhe me vitin 2025. Është fatkeqësi e madhe për Republikën e Kosovës që ne kemi një numër aq të madh të vdekjeve të vitit 2025 në këtë rast po flas, dhe kryesisht në 19 dhe kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë. Ndodh një tragjedi e tillë. Ne nuk kemi njerëz me humbur këtë vend. Nuk po du me lidh, me qenë se Ministria jemi lidhë, po nuk po du me lidh me luftën, po besoj që ballë kemi dhënë njerëz për këtë vend, kështu që nuk ka njerëz me humb ky vend, dhe ai vendim ka të bëjë me një masë emergjente. Vendimi mendoj që ka qenë shumë i nevojshëm, në radhë të parë për me dërgu një mesazh edhe tek kompanitë në Kosovë, që ne nuk jemi kundër bizneseve në Kosovë, po ne jemi pro qytetarëve, ne jemi pro jetës së njerëzve, ne jemi pro shëndetit njerëzve. Që ato kompani duhet ta kenë të qartë, e di që ka raporte të viteve ndryshme të vdekjeve në punë dhe nuk është që janë të gjitha njëjtë, nuk është që kanë qenë një 2024 të 2023. Viti ndoshta që ka qenë më alarmues është viti 2025 për vdekjet në punë për shkak të rrethanave ndryshme, edhe 2026 që filloi fatkeqësisht shumë keq me këto raste. Numri i inspektorëve aktualisht është 50, që është konsiderojun shumë i vogël me mbulu komplet territorin e Republikës Kosovës. Çka tjetër kemi ndërmarr? Aktualisht inspektorati është të përgatit edhe termat edhe përshkrimin e vendeve të punës për mi punësu edhe 30 inspektora tjerë. Besoj që brenda javës tjetër, ose kurdo që ata janë gati, po brenda 2 jave maksimum, ne do të bëjmë edhe një shpallje tjetër, ku do t'i punësojmë edhe 30 inspektora, dhe ky nuk do t'jetë numri final i inspektorave që ne arrim me i ngrit në këtë mandat. Unë besoj që numri i inspektorave në këtë mandat, edhe t'u bazu në raportet e organizatave ndërkombëtare që i kanë monitoru inspektoratin qendror të punës më herët, do t'jetë minimum 120 në territorin e Republikës Kosovës.